kohët e mëparshme njerëzit kanë pasjetuar shumë gjatë, jetonin më gjatë se që jetojmë ne sot. Dhe siç thuhet që fiziku i njerëzve ka qenë më i madh edhe jetëgjatësia ka qenë më e madhe, ashtu ka ardhur duke u zvoglu, pra sot që jemi neve, që jetojmë ummeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam 60 deri në 70 ose plus më tepër diçka ose minus diçka më tepër. Kjo është mosha e ummetit fundit që jemi ne, ummeti i Muhamedit Mustafa alayhi salatu wassalam. Imagjino kur i thuhej dikujt përpara shumë kohësh, para shumë mijë vjetësh, kur i thuhej dikujt që do të vi koha që njerëzit e fundit do të jetojnë 60-70 vjet, ai çuditej dhe thoshte si ka mundësi që është kaq pak, nuk e imagjinonin dot. Dhe dikush prej tyre thoshte që sikur mua të ma jepte Zoti me jetu 60-70 vjet, do ta kaloja gjithë jetën në sejdë, pa u ngrit fare nga sejdja, imagjino. Vetëm në adhurim se i dukej goxha e shkurtër si mosh. E Allahu xhaleshanu ummetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me qenë se është ummeti i fundit dhe jetëgjatësinë e ka më të vogël se sa ummetet e mëparshme, cilët kanë pasjetuar më gjatë, Allahu xhaleshanu që neve të na japi mundësinë që të fitojmë shpërblimet e atyre që kanë jetuar më gjatë se ne, na dha të tilla oferta dhe të tilla mundësi, siç është nata e Kadrit, siç është dita e Arafatit që agjërojnë, siç janë mirësitë e Ramazanit, siç janë shpërblimet kur vim për ditën e Xuma, ose shpërblimet nga Xumaja në Xuma, nga Ramazani në Ramazan, nga haxhi në haxh, nga umreja në umre. Pra të gjitha këto shpërblime që Allahu xhaleshanu neve na i ka sqaruar nëpërmjet Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që njeriu bën një vepër dhe Allahu xhaleshanu ta shpërblen sikur ke bërë këtë vepër, sikur ke bërë kaq, sikur ke bërë aq. Të gjitha këto shpërblime na i mundsoi neve Zoti xhaleshanu, edhe pse jetojmë më pak, të fitojmë shpërblime sikur ata cilët kanë jetuar më gjatë se neve, por se me më pak punë, prej mirësisë dhe prej begatisë Allahu xhaleshanu.